Partia Demokratike ka hedhur akuza ndaj mazhorancës, duke cilësuar procesin e konsultimeve publike për reformën territoriale si një farsë dhe një shkelje flagrante të parimeve të transparencës dhe demokracisë lokale. Në një deklaratë për media, deputeti i Partisë Demokratike, Blendi Himçi, është ndalur te rastet konkrete të shkeljeve, duke veçuar Bashkinë e Elbasanit, ku sipas tij procesi është reduktuar në një fasadë të pastër dhe në një urdhër politik të ardhur nga niveli qendror. Sipas dokumentit të firmosur nga bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale, zoti Mazniku, konsultimet publike duhet të zhvilloheshin në çdo këshill bashkiak, në çdo njësi administrative dhe me vetë kryetaret e bashkive që duhet të shpreheshin dhe duhet të jepnin opinionin e tyre. Ky ishte parimi bazë i procesit, por në praktik është deformuar, reduktuar në një formalitet pa vlerë. Në zbatim të kësaj shkrese, kryetari i Bashkisë Elbasan, zoti Llatja, si një ushtar i bindur i Maznikut, ka vendosur në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë, pra në datë 25 gusht ora 10, të zhvillojë njëkohësisht konsultimin publik, qoftë me Këshillin Bashkiak të Elbasanit, qoftë në 12 njësitë administrative të kësaj bashkie, por edhe në 6 rajonet e qytetit. Ky veprim është i pamundur për tu monitoruar, duke e kthyer konsultimin publik në një fasadë të pastër. Në Këshillin Bashkiak nuk janë ngritur apo miratuar grupet e punës që do të shpjegonin komunitetit se cilat janë përfitimet e kësaj reforme dhe mbi të cilën analizë është bazuar drafti. Ky draft synon të shkrijë Bashkinë Cerrik dhe Bashkinë Belç, duke i bashkuar me Bashkinë Elbasan. Kjo do të thotë largim i shërbimeve nga qytetarët, centralizim i pushtetit dhe mohim i parimit të decentralizimit. Himçi i cilësoi konsultimet si një përpjekje për të mbyllur gojën e komuniteteve dhe për t'i larguar shërbimet nga qytetarët e Cerrikut dhe Belshit.